babai kur merr thot penzion kas, nëse jep djalit, a e ka obligim edhe vajzës me i dhanë. Po besoj gjithë e dini këtë fjalën penzion kasa kur mlidhen disa pare në gërbet. Një punëtor që ka punu 20-30 vite, pastaj në fund i merr ato pare që janë mbledh aty. Zakonisht janë shumë të mira, 100.000, 200.000, 300.000 franga ose eura. Tash ai ka obligim i dhanë edhe vajzës apo jo, na themi dy gjana janë në karshie vlatëve, një dhurata edhe e dyta trashëgimia. Gjithsesi trashëgimin është obligim me dhanë, do të thonë me marr hisën e vet djali, hisën e vet me marr vajza. Edhe te dhurata, në parim, themi në parim, do të thonë që nuk duhet me bën zullum, edhe duhet me bën i drejtë si me djalin si me vajzën. Por kjo fetva ose kjo këshill ose përgjigje e imja nuk duhet me keq përdorur nga kjo motën në këtë rast edhe me marr me shkumja qit, do të thonë para turinit babës vet të hunt, han babë qyre ose vllat, çfarë thot hoxha, se unë nuk i di detajet e problemit juaj. Pse baba jep djalit e s'jep vajzës, ose e kundërta, do të thonë, nuk kam dëshirë që me u keq përdor këto këshillat tona, por gjithsesi na themi prindi duhet më qenë i drejtë me të gjithë fëmijët.